Parlamenti kroat ka miratuar rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në përpjekje për ta forcuar kapacitetet mbrojtëse të vendit në një periudhë të tensionuar ndërkombëtare që shënohet nga rritja e kërcënimeve globale dhe lufta në Ukrainë. Zagrebi e kishte shfuqizuar detyrimin ushtarak në vitin 2008, një vit para antarësimit në NATO, duke u mbështetur që prej asaj kohe te forcat profesionale, por autoritetet kroate thonë se situata e re gjeopolitike kërkon rikthimin e trajnimit bazë ushtarak për qytetarët e rinj. Por shohim një rritje të llojeve të ndryshme të kërcënimeve që kërkojnë gatishmëri dhe reagim efektiv nga e gjithë shoqëria, deklaroi ministri kroat i mbrojtjes Ivan Anušić, duke theksuar se mbrojtja kombëtare është thelbësore ndaj çdo kërcënimi. Sipas planit, rreth 18.000 të rinj do të thirren çdo vit, duke filluar nga viti 2026 për trajnim 2 mujor ushtarak pas mbushjes së 18 vjeçve. Gratë do të përjashtohen nga detyrimi, ndërsa ata që kundërshtojnë shërbimin me armë do të mund të kryejnë shërbim civil prej 3 deri në 4 muaj, duke ndihmuar në operacione emergjente apo përballje me katastrofa natyrore. Për zbatimin e këtij vendimi, Parlamenti kroat ka ndryshuar 2 ligje. Nga 151 deputet, 84 votuan për ndryshimet në ligjin për mbrojtjen dhe 110 miratuan amendamentet në ligjin për shërbimin ushtarak. Të rinj që do të kryejnë ushtrin do të paguhen me 1.100 euro në muaj, ndërsa shuma për shërbimin civil nuk është bërë ende e ditur. Ata që përfundojnë shërbimin ushtarak do të kenë përparësi në punësimet publike. Megjithatë, opozita e majtë ka kritikuar ligjin duke cilësuar diskriminues ndaj grave dhe atyre që zgjedhin shërbimin civil, pasi për ta nuk parashikohen as paga të barabarta, as përfitime në sektorin publik. Kroacia, me një popullsi prej 3.8 milion banorësh, është antare e Bashkimit Evropian që prej vitit 2013.